Policia e Kosovës bën patrollim në internet, edhe sa po ta vrejmë apo sa po të pranojmë një informat, qoftë nga qytetarët, qoftë nga rrjetet sociale apo nga dikush tjetër, merr veprimet e duhura dhe bën identifikimin e qoftë viktimave ose personave dyshimt lidhur me raste që mundsohen më kry përmes internetit. Hapësira e cila ku mundet më kry veprimet paligjshme është rrit. Deri para një dekade apo ndoshta pak më shumë se një dekadë, hapësira ku është kry krimi ka qenë hapësira fizike, tashmë viteve të fundit hapësira ku mund të kryet krimi është edhe hapësira virtuale. Fatkeqësisht jemi të mritë ai kaos. Jemi të mritë ajo fazë ku normalizohet edhe ku shihet si diçka jo e madhe, jo dramatike. Pasojat mandej kur t'i bartim kanë qenë shumë të mëdha se sa te faza ndoshta fillestare ku duhet me ngrit si çështje, ku duhet me ngrit shkollën e raportimit, ku duhet me ngrit kontrollin edhe normalisht me ndaluese me mohu këtë ekspozim që po i bëhet. Qoftë armëve, qoftë agresionit edhe gjuhës së urrejtjes. Pacolli nga krimet kibernetike thot se po mungon kontrolla e prindërve ndaj fëmijëve. Mënyra e keqpërdorimit në këto platforma është kur fëmijët pa vetdijen e tyre dhe pa një kujdes të shtuar të prindve, ose duke luajtur me shoqërinë e tyre, bëjnë fotografi që janë jo adekuate për ta dhe jo të vetëdijshëm për ta dhe ato i postojnë në rrjetet e ndryshme sociale. Domethënë kjo është mungon vetdia tek fëmijët dhe kontrolli prindor për ata fëmijë që mos postojnë materiale në rrjete sociale, gjithashtu ku një fëmijë nuk duhet të ketë një rrjet social edhe të postoj fotografi pa një kontroll të kujdestarit ose të prindit. Ai shton se ata po i ekspozohen rreziqeve të ndryshme. Fëmijët janë të ekspozuar atë shumë në rrjetet sociale, saqë prap po kthehen ata ajo ku nuk janë të vetëdijshëm për rreziqet që atyne ju vijnë nga rrjetet sociale, komunikimi i ndryshëm me njerëz që ata nuk i njohin përmes lojnave të ndryshme, downloadimi i lojnave të ndryshme në telefon, tablet ose kompjuter që në shikim të parë duket një lojë normale, mirë po aty ka reklama me përmbajtje jo adekuate për ata fëmijë që ata nuk janë të vetëdijshëm për shfaqjen e atyne reklamave, andaj duhet një kujdes më i madh i prindve për kontrollimin e atyne lojnave, gjithashtu kontrollimi i fëmijëve ose më mirë them monitorimi atyne se çka ata shfletojnë në internet.